Shqipëria, vendi më romantik dhe më i rrezikshëm në Evropë. Kështu e përshkrua një gazetar anglez gjendjen e shqiptarëve në pranverën e vitit 1903 në një Ballkan të trazuar nga kryengritjet, frika dhe intriga të mëdha diplomatike. Në librin The Balkan Trail, Frederick Moore, i cili kishte qëndruar në Ballkan nga viti 1900 deri në vitin 1917, rrëfen përvojën e tij në një vend që Evropa e shihte si të egër, por që ai e përkufizon si jashtëzakonisht romantik dhe unik. Moore shkruan se Shqipëria ishte një tokë e paligjshme, ku fuqia bënte drejtësinë dhe ku ligjet e shkruara kishin pak vlerë përballë zakoneve të trashëguara brez pas brezi. Në tokat përreth Pejës, Gjakovës, Prizrenit dhe Tetovës, shtëpit nuk ishin thjesht banesa, por fortesa guri, pa dritare në katët përdhes, me frëngji në katët e sipërme dhe me kulla vrojtimi të ngritura në skaje fshatrash apo pronash, nga ku çdo lëvizje e armikut mund të vëzhgohej pa pengesë. Kjo arkitektur, sipas Moore, nuk ishte për bukuri, por për mbijetesë. Nëse ju pëlqejnë këto histori të padëgjuara, pëlqejini videon dhe abonohuni në kanalin Histori Epike, sepse këtu e kaluara flet pa filtra. Shqipëria nuk ishte thjesht një krahinë osmane. Ishte një hapësirë pa kontrollueshme, ku pushteti i Stambollit ekzistonte vetëm në letër. Ndërsa në terren sundonin fiset, armët dhe zakonet e pashkruara. Ligji i parë i vendit ishte ligji i armës, një realitet që Moore e krahason me perëndimin e egër amerikan, por me një ndryshim thelbësor. Shqipëria ishte shumë më e populluar dhe burrat ishin të bashkuar në fise për qëllime mbrojtëse dhe sulmuese. Drejtësia nuk kërkohej në gjykata, por merrej me armë dhe vendime të shpejta, shpesh fatale. Një vend të veçantë në rrëfimin e Moore zën zakonet shqiptare, të cilat ai quan të rrezikshme për t'u shkelur dhe po aq të shenjta sa vetë feudet. Ai thekson se të komplimentosh një grua të pamartuar ishte provokim për vdekje. Një armik gjaku ishte nën amnisti nëse ndodhej në shoqërinë e një gruaje. Një grua kishte të drejtë të qëllonte të fejuarin që prishte fejesën ose të thërriste baban e tij që ta vriste. Për Moore këto nuk ishin shenja barbarie, por ligje të pashkruara që mbanin në këmbë rendin shoqëror. Gazetari anglez ndalej edhe tek pamja fizike dhe origjina e shqiptarëve. Ai i përshkruan si burra të gjatë, shpatull gjerë, me fytyra të bukura që nuk ngjajnë me asnjë popull tjetër të rajonit dhe që flasin një gjuhë krejtësisht të ndryshme. Moore shpreh bindjen se shqiptarët janë pasardhës të ilirëve të lashtë, të cilët u dëbuan gradualisht drejt maleve nga pushtimet e grekëve, romakëve, slavëve dhe turqëve. Ai thekson se Shqipëria nuk ka qenë kurrë plotësisht e nënshtruar apo e qytetëruar, sepse shqiptarët nuk kanë pranuar të dorëzojnë armët dhe zakonet e tyre. Moore në librin e tij shkruante: Shqipëria është vendi më romantik në Evropë, ndoshta në të gjithë botën. Sipas Moore, shumica e shqiptarëve u konvertua në musliman jo për fanatizëm fetar, por sepse feja u garantonte të drejtën e mbajtjes së armëve dhe privilegjeve të tjera. Ai rrëfen një histori nga Shqipëria e Jugut, ku disa fshatra të krishtera të paafta për të mbrojtur nga sulmet e popullsisë muslimane fqinje, u betuan se do të agjeronin drejt në Pashk, duke kërkuar ndihmë hyjnore. Kur mrekullia nuk ndodhi, ata u konvertuan në musliman dhe menjëherë pas kësaj morën armët, masakruan kundërshtarët e tyre dhe pushtuan tokat e tyre. Anglezi bën një dallim të qartë mes shqiptarëve të veriut dhe atyre të jugut. To Scott i përshkruan si më pak të trazuar, të drejtuar nga bejlerët feudal që i detyroheshin me besnikëri sultanit. Ndërsa në veri, fiset ishin të organizuara në mënyrë të pavarur dhe përkatësia fisnore ishte më e fortë se ndjenja fetare.
Ai vëren se brenda të njëjtit fis kishte musliman dhe të krishterë, gjë që sipas tij dëshmon mungesën e fanatizmit fetar. Një nga pohimet më të forta të Moore është se shqiptari e shihte turkun me përbuzje. Ai shkruan se e ofendon një shqiptar nëse e komplimenton turkun dhe e barazon me të. Shqiptari rallëherë vendoste fesin turk duke preferuar plisin e bardhë, madje edhe në Ushtrinë Osmane. Ai përshkrua në raste kur shqiptarët refuzonin të binden ndaj oficerëve turq në kontrast me ushtarët osman që duronin rrahje dhe poshtërime pa reagim. Sa u përket reformave, Moore shpreh skepticizëm të thellë. Ai shkruan se krijimi i gjykatave në Shqipëri ishte i pakuptimt, sepse palët do të paraqiteshin para gjyqit me armë dhe pavarësisht vendimit, përfundimi do të ishte vrasja e gjyqtarit. Ai përmend përpjekjet e shqiptarëve të arsimuar në Bukuresht dhe Itali për autonomi, por thekson se Perandoria Osmane ishte mjeshtre në neutralizimin e tyre përmes titujve, dhuratave ose internimit të fshehtë. Një nga akuzat më të rënda që gazetari britanik bën është mohimi i gjuhës shqipe nga autoritetet osmane. Botimi i librave shqip ndalohej, shkollat shqipe shtypeshin dhe mësuesit zhdukeshin pa gjurmë. Ai rrëfen rastin e një profesori që u rrëmbye një mbrëmje nga ushtarët turq dhe u deportua vetëm se u mësonte fëmijëve gjuhën amtare. Moore shkruan gjithashtu se shqiptari dyshonte çdo evropian si spion. Për të udhëtuar i sigurt në Shqipëri, ishte domosdoshme të fitojë besën e një kryeprijësi të një fisi. Vetëm atëherë mund të kishte një pasaport të sigurt. Ai përmend vetëm një rast të vetëm kur një i huaj u vra edhe pse ishte në nbes, dhe si pasojë gjakmarrja mes dy fiseve ende vazhdonte. Rrëfimi i Frederick Moore nuk është as lavdërim romantik, as sulmi verbër. Është një dëshmi e drejt për drejt e një Shqipërie që Evropa nuk e kuptoi kurrë plotësisht. Një vend i ashpër, krenar, i rrezikshëm, por me një ndjenjë lirie që nuk u thye kurrë. Tani ju ftoj të shkruani mendimin tuaj në komente. A ishte kjo Shqipëri e vitit 1903 prapambetje apo një formë rezistence dhe mbijetese në një botë armiqësore? Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetishëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.